vendosjet më të forta në SPAK. Qyno, për ty ishte fundi i SPAK-ut në aspektin publik, apo ishte menaxhim dëmi? Atëherë, për mua ishte një menaxhim dëmi, sepse dhe njëkohësisht edhe fundi në aspektin profesional dhe publik i Altin Dumanit, sepse ati i mbaron mandati dhe nuk do ketë më luksin. Edhe pse ka folur për do ndalem dhe aty, edhe pse i mbaron mandati, nuk do ketë më luksin që të paraqitet në ato tryeza dhe të raportojë gjithë punën vjetore të institucioni që dashur pa dashur ka levat më të fuqishme sot në Shqipëri. Është një situatë ku ajo ndalë në disa pika mandatin, krimi zgjedhor, që e pranove që ishte një dështim, dhe këta përveç se pjesën e korupcione që është rasti më unikal në botë që në Shqipëri, që del prokurori i posaçëm i Republikës Shqipërisë dhe pranon që edhe pse hetimet intensive të guximshme të niveleve të larta, të niveleve të mesëm, të poshtëm, të niveleve djathtas apo majtas, sërish korupcioni në Shqipëri pranove që ka një rritje. Dhe kjo është një dështim për sa i përket strukturës së tij. Sidomos në 3 vjeçarin që ai drejton SPAK. Dhe shkoi deri aty që tha që qytetarët nuk duhet të kallëzohen vetëm me emër korrupsioni, por duhet të kallëzohen edhe në mënyrë anonime. Pra legjitimon Nesti Angonin dhe legjitimon veprimet tipike komuniste të sigurimit shtetit. Bëj letër vllai për vllajin, motra për motrën, xhaxhai për nipin, e ku digje unë, dhe pasaj kjo letër merret, le të jetë anonime dhe pasaj shqyrtohet nga prokurorët për të vepruar. E para, e dyta, unë ndjeva realisht... Po nuk është domosdoshmëri gjë e keqe, nëse ka prova. Po mund ta bëjë dhe vetë prokurori. Ata mund ta bëjë dhe vetë prokurori. Edhe ti mund të jesh prokuror dhe... Se prandaj ligji të kërkon emër dhe mbiemër. Dhe nis një hetim për këtë duash ti, e bën letrën vetë, por ligji e ka me emër. Të identifikohet personi. Përveç se të identifikohet, të thirret personi dhe të merret një rezume më e përgjithshme se kallëzim. Pra për të mbrojtur prezumimin e pafajësisë të qytetarëve. Normalisht ashtu çka kuptimi ka, hiq kodin e procedurës penale dhe vendos legjislaturën e Gestapos dhe pastaj shko merri rëmbej njerëzit, rëmbeja telefonat, rëmbej njerëzit, çoje aty te podrumi i SPAK-ut edhe pastaj vazhdo punën ti sepse ti je në rregull. Ti s'mund të sillesh si një polic të tipit Edmond Koseni një herë një kohë. E mbani mend? Sigurisht. Që s'pyet as për prokuroria, as për gjykata. Thoshte unë jam këtu drejtori i qarkut dhe unë do bëj çfarë të dua. Unë e sekuestroj kokainën dhe heroinën dhe unë vete e asgjësoj ku të dua. Qoftë në lum, qoftë në kras, qoftë në krap, ku të dua vete e shkatroj. Dhe s'mbante as procedura asgjë. I mbani mend. Tash ti s'mund të sillesh në 99/2000. Sepse ka një standard, ka një procedurë, ka një rregull. Aq më tepër shihet dhe personi që ke përballë. Çfarë rrezikshmërie ka ky? E para, e dyta, unë dua të ndalem në 3 pika për sa i përket pyetjes që më bët juve. Ishte një dështim apo ishte një menaxhim dëmi. Faktikisht i qëndroi më tepër asaj të dytës sepse ai pranoi disa dështime që një nga dështimet kryesore dhe më spektakolare të tij dhe të institucionit të tij ishte task forca. Ai e ngriti me shumë bujë, e prezantovi me një pompozitet jashtëzakonshëm mediatik, do ndalem te mediat sepse dhe që nga janari 2025-s, ku e shpalosi platformën e task forcës, faktikisht ai ka qenë në epiqendrën e gjithë medias, në epiqendrën e gjithë politikës dhe epiqendrën e gjithë opinionit publik. Sigurisht që opinioni ushqehet edhe nga raportimi periodik i medias. Patjetër. Dhe që nga janari, siç thash, fillovi me projektet, fillovi me takimet, fillovi me marrëveshjen me prokurorinë e përgjithshme, me KQZ-n, edhe me shumë instanca tjera, përfshirë dhe policinë. Dhe në fund task forca e tij u ka tandis vetëm në disa raste sporadike të goditjes së elementëve elektoral të opozitës dhe të PSD-s, Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit, duke bërë një rast në Kukës, disa raste në Shkodër dhe një rast në qytetin e Firit. Amnisti totale për PS-n dhe athuase PS-ja dhe por edhe PD-ja, kur erdhi puna, nuk kishin vjedhur fare vota, ndërkohë që ky u mor vetëm me brezin e poshtëm të partive të vogla.
pra to raste. Aq më tepër që ishte një zhgënjim sepse e pompoi aq shumë situatën, filloi të shkojë në prokurorinë e Fierit. Mban mend shkonte eskorta e tij në prokurorinë e Fierit dhe thoshte gjithë raportonin Altin Dumani në Fier i jep këshilla prokurorëve të Fierit dhe drejtuesit si të hetojmë krime zgjedhore. Po mi kush, domethënë, si vetë ti atje, vetë në Shkodër, pastaj nga Shkodra vetë në Lezhë. Si mund të shkosh dhe të japësh këshilla një prokurori i rrethit? Tash prokurori i rrethit çfarë është? Amator, studenti jot është që të shkosh ti dhe ti thosh, shikoni o çuna, t'ju mësoj unë dhe t'ju jap sa këshilla si ti bëjmë të gjëra. Gjë xhaxhin. Pra këto janë gjëra që nuk mund të ecin për një njeri dhe mund të pranohen për një jurist, për mua si gazetar që kam 20 vjet që e mbuloj atë institucion dhe pak a shumë i njoh edhe ata dhe këtë dhe që të gjithë dhe aq më tepër kur thoni ju që ata janë pavarur, po duan të raportojnë, po s'duan të raportojnë fare. Po duan të raportojnë nga ana njerëzore, po me ligjore ta bën shkresë na. Ky është ligji dhe thotë ha miru pafshim. Pastaj e treta që tham, që dhe e vuri theksin ishin presionet. Nëse dëgjuat, jo. Veçoi brenda dhe jashtë politikës, presionet shumë të forta. Tre element që çojnë presione shumë të forta për Spakun dhe për prokurorin. Madje mediatike. Dhe tha, presionet politike, që ato janë më shumë retorika politike, në çdo vend të botës kur politikanët janë vënë në shënjesër të gjyqësorit apo në shënjesër të prokurorëve, ka gjithmonë retorik, Berlusconi e mbani më se çfarë i bënte, më i famshmi, Trumpi që u bë presidenti i SBA-s kur ishte me 40 çështje në kurriz, prokurorët, gjyqtarët i bëri copa, madje edhe agjentët e FBI-s në Amerikë i bëri copa. Nuk e di se çfarë i quajti, lloj epitetesh i vuri dhe ai, ndërsa ata nuk dolën që të thonë që ky po na bën presion. Dhe akoma vazhdon që t'i sulmoj, edhe pse është presidenti i Bashkuara të Amerikës. Unë dalë te krimi që sigurisht që tha na vinë presione serioze dhe evidentoi disa raste, në cilët ai ka dokumentuar dhe që unë e di shumë mirë se kush janë rastet. Janë ai serioze kërcënimet? Dy kanë qenë realisht serioze. Dhe kur ta them unë, mos e vërë në dyshim. Dy kanë qenë realisht serioze. Dy. Pastaj rastet tjera duket dhe prokurorët e tjerë më mirë se kush se cili më mirë se ata që kanë hallin nuk e di ti dhe unë, sepse ai që e ndjen realisht rrezikshmërinë, ai shton